Bëni kujdes kur gatuani orizin, ky gabim ju vën në rrezik shëndetin. Orizi është një ushqim bazë për shumë njerëz, megjithatë, shumë njerëz bëjnë një gabim kur përgatisin atë. Sipas Healthline, orizi përmban arsenik inorganik, një element toksik për njerëzit. Kjo është një arsye pse duhet të shpëlani gjithmonë orizin përpara se ta përdorni. Ky proces heq një pjesë të këtij elementi të dëmshëm. Larja e orizit është veçanërisht e rëndësishme nëse përdorni oriz kaf, pasi përmban më shumë arsenik se orizi i bardhë. Ndërsa shpëlarja e orizit është një pjesë e rëndësishme e përgatitjes, duhet të siguroheni gjithashtu që orizi të ketë shumë ujë kur gatuhet. Larja e orizit dhe gatimi me ujë të pastër zvogëlon sasinë e arsenikut me 57%, citon Healthline. Dozat e larta të anormale të arsenikut mund të shkaktojnë simptoma si të vjella, diarre dhe hidratim. Prandaj, përpara gatimit duhet ta shpëlani gjithmonë.